Pyetja që vazhdimisht duhet me bëna dhe me parashtu vetes është si është zemra jonë në raport me njohjen e vetvetes. Si jemi ne në raport me problemet shpirtërore, si jemi ne në raport me relacionin tonë me Allahun subhanahu wa taala. A jemi duke i ndërmarrë shkaqet maksimale të afrimit me Zotin e gjithësisë? A jemi duke i dhënë përparësi krijuesit para krijesave? Apo është duke ndodhur krejtësisht e kundërta? Njeriu mund të jetë i suksesshëm, por edhe i humbur. I suksesshëm në botën materiale, në dimenzionin material. Mund të jetë i suksesshëm në karrierë, mund të jetë i suksesshëm në punë, mund të jetë i suksesshëm me familje, pra të ketë një familje të arsimuar. Mund të jetë i suksesshëm edhe në çdo gjë që ai e vepron e që ka të bëjë me dimenzionin material, por jo detyrimisht mund të jetë i suksesshëm edhe në çështje shpirtërore. Prandaj hasim në njerëz të cilat i kanë të gjitha, kanë familje, kanë pasuri, kanë bukuri, nuk ju mungon asgjë sa i përket dimenzionit material, por nuk kanë qetësi, nuk kanë rehati, nuk kanë lumturi. Kjo ndodh për shkak se ata kanë humbur rrugën drejt vetes tyre. Ndonse origjina dhe piknisja e vetëdijsimit duhet fillojë nga vetja jonë, po ndodh krejtësisht e kundërta. Ne dëshirojmë që të vetëdijsohemi duke i parë të tjerët, çdo herë duke bërë krahasime. Se si është filani, si është filania. Filan familja ka arrit shumë. Dhe e harrojmë krejtësisht veten tonë. Ndërkaq piknisja e veprimeve tona edhe e zhvillimeve tona duhet të jetë vetja jonë. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Në veten tuaj a nuk po e shihni? Një prej kuptimeve të ajetit është se ju duhet filloni fillimisht nga vetët tuaja. Pra nga ju fillon ndryshimi. Nga ju fillon zhvillimi, jo nga të tjerët. Ajo që ne shohim duhet na shërbej vetëm si një shembull për avancim në drejtim të zhvillimit të shpirtit tonë para së gjithash. Dhe nëse lejohet lakmia dhe zilia në diçka është në adhurim, është në devotshmëri, dhe jo në çështje materiale. Në çështje materiale, në raport me çështjet materiale, ne duhet të jemi shumë të qetë në shpirt, sepse ne e dimë që rrezikun e ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është mirësia më e madhe me cilën Zoti na ka nderuar. Sepse do të ishte një katastrofë e madhe sikur rreziku të ishte në dorën e njeriu. Njeriu po të kishte mundësi edhe ajrin do ta privatizonte. Por ja që Allahu i madhërisht i gjithdijshëm i absolut e di që njeriu është aq i dobët dhe aq kriminal nëse largohet nga Allahu, sa që edhe gjërat elementare di ti privatizoj. Dëshiron që gjithë botën ta ketë ngrushtin e tij. Allahu nuk lejon një gjë të tillë. Prandaj ai na ka urdhëruar që ne me lëviz sipërfaqen e tokës, me kërku rrezikun, por atë na garanton vetëm Allahu. Para së gjithash, furnizimi më i mirë, më i nevojshëm, rreziku më i nevojshëm për secilin prej nesh është rreziku i shpirtit, dhe kjo fillon nga njohja e vetes. Njeriu ka nevojë me njoh veten, sidomos në këtë kohë. Në këtë kohë sfidash, sprovash, të lashësh. Ne jemi duke harruar veten, ose jemi duke u marrur formalisht me vetët tona, jo përmbajtësisht. Prandaj, sot hasim edhe në besimtarë cilët nuk janë qetë, ndonse falen, agjërojnë, japin zakat, por nuk kanë qetësi. Nuk kanë qetësi në vetvete, nuk kanë rehati në familje. Dhe ne si hoxhallar që kemi të bëjmë me popull dhe trajtojmë palë të ndryshme, probleme të panumërta të shoqërisë ku ne jetojmë, vrejmë që kemi shumë për besimtarëve, për familjeve besimtarë që kanë probleme çesharake. Ka të atill që ndahen për çështje banale. Pse ndodhin këto? Për shkak se nuk janë duke u marrë me veten e tyre. E kanë humbur rrugën drejt vetes së tyre dhe një gjë e tillë është alarmante.